Fserlo i del në mbrojtje Jozit, shpulla në fytyrën time me vezë e njëjta me atë që Jozi dha Gjestit. Ja çfarë thot ai. Pas incidentin të rënë në Big Brother VIP Albania, ku Jozi goditi me shoplak Gjestin, ka ardhur reagime në rrjetet sociale edhe nga personazhe nga më të ndryshme, njëri ndër ta edhe Fserlo. Ai është referuar përvojës së tij personale me dhunës brenda shtëpisë, ku ka kujtuar momentin kur ai vetë u godit me vezë në fytyrë nga Gjesti dhe shpreh ndjenjatën se askush nuk reagoi atëherë me të njëjtin intensitet që po ndodh tashmë me Jozin. Duke mbrojtur Jozin, ai shprehet: në momenti që ndodh dhunë, shpulla goditse në fytyrën time me vezë dhe veza në kokë e Olës, e njëjta me shtyrjen e Xhibanit, njëjta edhe shpulla që Jozi dha Gjestit. Jam kundër dhunës, por duhet me do e mos të gjykoni njëjtë. Kam edhe një pyetje tjetër. Ku ishit ju palo artista dhe ju moralista dhe ju njerëz të mirë të popullit, ju zëri i popullit, ku ishit ju kur zëri im ndoshta nuk dëgjoi aq fuqishëm, kur bërtisja jam dhënuar? Ku ishit ju mërë? Ku ishit ju që sot dilni dhe nxirrni shpatën, keni halli ndonjë kafshat shikimesh apo vizualiteti? Këtë hall keni, doni të bëni shitjet tuaja në kurriz të tjetrit, po dilni hapur dhe thoni: dua ta përdor këtë djalë. Mos bëni poste, komente absurde apo mesazhe për njerëzit, dilni hapur. Ka thënë Fserlo që e konsideron të gjithë këto veprime si forma të dhunës dhe duhet të gjykohen njësoj e pa standarde të dy fishta. Teksa në kundërshtim të tij ka dalë Goldi Xhi, i cili ka reaguar ndaj kësaj deklarate. Këngëtari Goldi Xhi, i cili është edhe kundër lëvizjes LGBT, duket se nuk i ka pëlqyer as pak ky postim i Fserlos që e ka shpërndarë, teksa i ka shkruar Fserlos dhe Jozit: ti nuk e përfaqëson Shqipërinë, Shqipëria ka burra, po aty për fat të keq kanë fut greke shkije, e gjaku i tyre me gjak shqiptar i bien ndesh. Ka shkruar ai me fjalë tepër të rënda.